Vlera e Bitcoin kaloi sot një $111.000, €98.000 dhe arriti një nivel të ri historik për shkak të interesit të fortë të investitorëve institucional. Sipas të dhënave nga platformat kryesore të tregtimit të kriptomonedhave, çmimi i Bitcoin ka kapur nivelin më të lartë të gjitha kohërave gjatë orëve të paraditës, duke forcuar pozicionin si kriptomonedha më e vlefshme dhe më e kërkuar në botë. Rritja e fundit i atribuohet disa faktorëve kyç, përfshirë flukset e mëdha të investimit në fondet ETF të Bitcoinit në SBA dhe Evropë, si dhe blerjet strategjike nga kompani të mëdha financiare dhe teknologjike. Gjithashtu, një dollar i dobësuar dhe i pasigurt në tregjet tradicionale kanë shtyrë investitorët drejt aseteve alternative, përfshirë kriptomonedhat. Një tjetër faktor me ndikim ka qenë mbështetja në rritje nga institucionet qeveritare në disa vende, përfshirë SBA-t, ku së fundmi është përmendur krijimi i një rezerve shtetërore të Bitcoinit. Analistët financiar parashikojnë që nëse trendi vazhdon, Bitcoini mund të arrijë edhe shifrën $150.000 deri në $200.000 brenda vitit 2025. Megjithatë, paralajmërojnë se tregu i kriptomonedhave mbetet i paqëndrueshëm dhe i ndjeshëm ndaj zhvillimeve globale. Bitcoini tregon qëndrueshmëri të jashtëzakonshme dhe mund të rritet më tej për shkak të efektit FOMO, frika e humbjes së një mundësie, i cili mund të tërheqë investitorë të vegjël deri më tani jo aktiv, përfundojnë ekspertët.